Kemi të bëjmë me një lajm fundit, policia siç e shikoni, po nxjerr banorët nga shtëpitë dhe kanë nxjerrë urdhër evakuimi për. Përshëndes gjithëve, ndodhem në lagjen Abaze, ku janë reaktivizuar disa vatra zjarri. Në këto momente është shfaqur helikopteri pas 3-4 orësh ndërprerje, siç e shikojmë. Ka mbushur me ujë dhe do hedh ujë në një nga plagët e zjarrit. Hodhi ujin dhe largohet drejt rezervarit të Barukit për me vazhdu mbushjen me ujë. Kanë qenë vetë banorët para 10 minutash që kanë hypur sipër dhe janë munduar që të shuajnë flakët e zjarrit. Ndërkohë kemi të bëjmë me një lajm fundit, policia siç e shikoni, policia po nxjerr banorët nga shtëpitë dhe kanë nxjerrë urdhër evakuimi për banesat që janë pikërisht fokusuara këtu në këtë pjesë. Pra, banesat të cilat janë në pjesën e majt dhe janë afër malit, në lagjen Abaze, po nxirren nga shtëpitë banorët dhe për të drejtuar në vende të tjera. Pra, po evakuohet zona sepse ka një rrezik potencial sipas policisë për banorët në këtë pjesë. Siç e shikoni, me aq sa na mundet na lej kamera, ka vazhduar flakët e zjarrit, ndërkohë që ne do t'ju mundsojmë pamje edhe nga lart, nga mali Krujës për me pasë si është situata. Lajmi i mirë është afrimi i helikopterëve. Besoj se për 3 orë helikopterët do punojnë këtu, sepse në orën 8 darkës, siç e dini, nuk ka më vend për helikopter sepse bie nata dhe nuk punojnë helikopterët. Është shumë e rëndësishme gjendja e Abazes, siç e dim, ka dhe i vatër tjetër në Boje, në lagjen Boje të Krujës, por situata në Abaze është problematike tani që flasim dhe banorët, siç e shikoni këtu, kanë dalë dhe po presin. Në rast se do e shikoni, në këto momente, shikoni se çfarë vjen nga lart. Pra janë hiri i pemëve që digjen, pra shikoni. Po bie si flok dëbore. Gjithë kjo situatë, pra shikoni edhe te gishtin, vazhdojnë si bien si borë, sepse po shtrëngohen pemët. Më thonë që një grup çunash nga Abazja po vazhdojnë në mënyrë vullnetare, me mjete e tyre, duke fikur zjarrin, por kanë rrezikuar shumë para 10 minutash. Po shikoni dhe pamjet nga lart, se si është situata nga mali Krujës që i kam kapur, ndërkohë këtu jemi në zemrën e lagjes Abaze. Shikojmë edhe njerëz të cilët po largohen tani edhe nga lagja.